Qoftë lëvduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës. Ju ftojmë në këto momente të lutim së bashku lutjen e mëngjesit. Sot është e diel dhe jemi në javën e 4 të kohës së kreshmeve. Psalmet i marrim nga java e 4 e psalterit. O hy më eja në ndihmë, O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Himni. Me fytyrë përdhej të lutemi, të gjithë ne sot të thërasim, të qajmë para gjykatësit, të ulim flakën hakmarrëse. Me të zezat tona, o Zot, shpirt mirësinë tënde fyejmë, nga lart na jep mëshirën, ti që fajet tona shlyen. Mendo, bitë tu ne jemi, ndonë se nga balta e mrast, lutemi mos t'i japësh tjetrit nderin e emrit tënd. Pakso të keqen që bëm, shto të mirën që të lypim, me çka mund të pëlqejmë ty, qysh tash e për gjithnjë. Na ndihmo Trinie lume, na lejo njenie vetme, për të tu të jenë të frytshme, këto dhunti të përkora. Amen. Antifona e parë. Ti je Zoti im e të falenderoj, ti je hyji im e të madhëroj. Psalmi 118, rreshtat 1 deri 29, këngëzimi dhe fitoreje. Lavdërojeni Zotin sepse është i mirë, sepse e amshuar është dashuria e tij. Le të thot ashti Izraeli se ai është i mirë, e amshuar është dashuria e tij. Le të thot tani shtëpia e Aronit, e amshuar është dashuria e tij. Le të thon tani ata që e druajnë Zotin, e amshuar është dashuria e tij. Në vështirësi e thira në ndihmë Zotin, Zoti më dëgjoi edhe më shpëtoi. Zoti është me mua, zdruaj se kaq më bën njeriu. Me mua është Zoti ndihmtari im, për asgjë i bëj armiqtë e mi. Më mirë është të strehosh te Zoti se të kesh besim në njerëz. Më mirë është të strehohesh te Zoti se të kesh besim në princa. Më rrethuan të gjithë paganët, i shfarosa me fuqi të emrit të Zotit. Rreth e përçark më rrethuan, por i shfarosa në fuqi të emrit të Zotit. Më rrethuan por si bletët, por si zjarr që merr flak ndër fera, por i shfarosa në fuqi të emrit të Zotit. Më shtyn, më dhan shtytje për të më rrëzuar, por Zoti që e ndihma ime. Fuqia ime e lavdia ime është Zoti, ai është shpëtimtari im. Ja brit magazimi e ngadhnimi në tendat e të drejtëve. E djathta e Zotit u madhërua, e djathta e Zotit më lartësoj, e djathta e Zotit u madhërua. S'do të vdes të jetoj dua, do t'i kumtoj veprat e Zotit. Me ndëshkim të rënd Zoti më ndëshkoj, por nuk më lëshoj në duar të vdekjes. Mi hap një dyer të drejtësisë, dua të hyj e t'i thur lavd e Zotit. Ja, këtu është dera e Zotit, në për të do të hyjnë të drejtët. Do të falenderoj sepse më ke vështruar dhe u bëre shpëtimtari im. Guri që e qiten jashtë përdorimit të ndërtuesit, erdhi e u bë guri i këndit. Zoti e bëri këtë gjë sa mrekulli për sy tanë. Kjo është dita që na e dhuroi Zoti, të galdojmë e të gëzojmë në të. Ma jep o Zot shpëtimin tënd, dhe o Zot jep të mbarën. Bekuar qoftë ai që vjen në emër të Zotit, po ju bekojmë nga shtëpia e Zotit. Hyi është Zot, ai na ndriçoi, rendituni të gëzuar në rreshtin kremtor, me rrema në dorë deri në ballë të lterit. Ti je hyi im, ty të falenderoj, ti je hyi im, unë të madhëroj. Lavdërojeni Zotin sepse është i mirë, sepse e amshuar është dashuria e tij. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Ti je Zoti im, e të falenderoj, ti je hyi im, e të madhëroj.
Antifona e dytë. Ti o Zot mund të na shkëputësh nga duart e dhënuesve, na shpëto Zot hyji ynë. Kënga marrë nga libri i Danielit profet kapitulli 3. Çdo krijesë le ta lavdëroj Zotin. I bekuar je o Zot, hyji i etërve tanë. I lavdishëm e tezve i madhërueshëm në shekuj. I bekuar emri shenjt i lavdisate. Tezve i lavdishëm e tezve i madhërueshëm në shekuj. I bekuar je në tempullin e lavdisate të shenjt. Tezve i lavdishëm e tezve i madhërueshëm në shekuj. I bekuar je në fronin e mbretërisë sate. Tezve i lavdishëm e tezve i madhërueshëm në shekuj. I bekuar je ti që shqyrton humnerat e që rri mbi kerubin. I lavdishëm e tezve i madhërueshëm në shekuj. I bekuar je në kupën qiellore. I lavdishëm e i madhërueshëm në shekuj. Bekojeni të gjitha veprat e Zotit Zotin. Lëvdojeni dhe madhërojeni në shekuj. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjt, Si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Ti o Zot mund të na shkëputësh nga duart e dhunuesve, na shpëto o Zot hyji ynë. Antifona e tretë. Lavdërojeni Zotin, sepse Zoti bëri mrekulli. Psalmi 150, rreshtat 1 deri 5. Çdo krijesë le ta lavdëroj Zotin. Lavdërojeni hyjin në shetroren e tij, madhërojeni në hapësirën e kupës qiellore. Lavdërojeni për veprat e madhërueshme të tij. Lavdërojeni për madhërinë e madhe të tijën. Lavdërojeni me zë të boris, lavdërojeni me harp e me citar. Lavdërojeni me tupan e valle. Lavdërojeni me korda e me fyej. Lavdërojeni me cimbale tingëlluese, lavdërojeni me cimbale brohorie. Gjithçka që merr frym, le ta lavdëroj Zotin. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjt, Si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. lavdërojeni Zotin, sepse Zoti bëri mrekulli. Leximi i shkurtër marrë nga libri i Isaias profet, kapitulli 58, rreshti 9 CD deri 11. Nëse do ta zhdukësh prej mesit tënd zgjedhën, gishtin paditës dhe fjalën e keqe, nëse do t'ja japësh kafshatën tënde të uriturit, nëse do ta ngish të uriturin, atëherë në errësirë do të shndrit drita jote, teri yt do t'jetë por si mesdita. E Zoti do të pri gjithmonë, do të ngi në vende të thata. Ai do t'i forcoj eshtrat e tu, do të jesh por si kopshti i ujitur, por si burimi i ujrave të gjalla që kur si mungojnë ujrat. Përgjigja e shkurtër. Atë ditë Krishti ka për të thënë, e janë të bekuarit e Atit tim. Atë ditë Krishti ka për të thënë, e janë të bekuarit e Atit tim. Pata uri dhe më dhat për të ngrënë. E janë të bekuarit e Atit tim. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjt, Atë ditë Krishti ka për të thënë, e janë të bekuarit e Atit tim. Kënga ungjillore e Benediktus. Antifona. Në saje të dashurisë së madhe me të cilën na deshi, ne që ishim të vdekur për shkak të fajeve, hyjin angjalli bashkë me Krishtin. Kënga Zakarisi pas Lukës ungjilltar kapitulli i parë, Mesia dhe paralajmëruesi i tij. Qoftë bekuar Zoti hyji i Izraelit, Që e pa dhe shpërbleu popullin e vet. ai e ngriti shpëtimtarin ton, Në shtëpinë e Davidit, shërbëtorit të vet, sikurse premtoi ka herë, me gojë të profetëve të tij të shenjtë, se do të na shpëtoj prej armiqve tanë. dhe prej dorës së të gjithë atyre që na urrejnë.
se do të bëj mirësinë që u apremtoj etërve tanë, e do t'i bjerë në mend beslidhja e tij e shenjtë, e betimi që bëri në të mirën e Abrahamit atit ton, se do t'na bëj të mundshme t'i shërbejmë pa frikë, të çliruar nga duart e armikut. në shenjtëri e drejtësi para tij për çdo ditë të jetës sonë, E ti, o djalosh, do të quhesh profet i të Tetë Lartit, sepse do të shkosh përpara Zotit për t'ia përgatitur udhët, për ta vënë në dieni popullin e tij. se hyi do ta shëlboj duke ja falur mëkatet e tija, Në saje të zemrës së dashur të hyjit ton, që do t'na dërgoj në pasi prej qielli diellin, për të shndritur ata që gjenden në errësirë dhe në hijen e vdekjes, për t'i drejtuar hapat ta në udhën e paqës, lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, si ka qenë në fillim ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. në saje të dashurisë së madhe me të cilën na deshi, ne që ishim të vdekur për shkak të fajeve, hyi na ngjalli bashkë me Krishtin. Lutjet e besimtarve. Mirësia e Zotit është visari i pakufishëm. Ta lavdërojmë pra Zotin ton edhe përmes Jezu Krishtit, i cili gjithnjë jeton dhe ndërmjetëson për ne, t'ia drejtojmë lutjen ton duke thënë: Ndize në ne zjarrin e dashurisë sate. O Ati i mëshirës, bëj që sot të bëjmë shumë vepra për shpirtshmërie, që të gjithë njerëzit ta ndjejnë bujarinë tonë. Ndize në ne zjarrin e dashurisë sate. Ti në kohën e përmbytjes në ujë e ke shpëtuar Noehin në bark. Shpëtoi edhe katekumenët në ujin e pagëzimit. Ndize në ne zjarrin e dashurisë sate. Bëj që të mos kërkojmë të ngihemi vetëm me bukë, por edhe me çdo fjalë që del nga goja jote. Ndize në ne zjarrin e dashurisë sate. Në ndihmo t'i largojmë të gjitha mosmarrveshjet, por të përshkohemi gëzueshëm me dhuratat e paqes dhe të dashurisë sate. Ndize në ne zjarrin e dashurisë sate. Ati ynë që je në qiell, u shetrofte e mryt, ardh mbretëria jote, u bëft vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, ne fal fajet tona si falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi, o hyj, ti që me anën e fjalës sate e pajton mrekullisht gjininë njerëzore, bëj po të lutemi që populli krishter të përgatitet me nxitim, me përshpirtri të gatshme dhe me fe të flakët për të kremtën e ardhshme, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti na bekov, na ruajt prej çdo së keqeje dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.